Paga minimale në janar 2026 kom 500.000 lekë të vjetra, 50.000 lekë të reja, dhe në synim që në fund mandatit ajo të shkojë 70.000 lekë të reja për person. Në momentin që kjo pagë fillon, tani për gjitha bizneset që do rrisin pagë, qeveria merr përsipër të pagojë kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për një periudhë, për diferencën e pagës për një periudhë 9 mujore. Nga ana tjetër mos harrohem që edhe vlera e tatimit të ardhët personal nuk do të jetë më 0 deri në 40.000 lekë, po do të jetë 0 deri në 50.000 lekë. Që kështu edhe kjo është marrë në konsiderat. Bashkë me rritjen e pagës minimale, gjithë piramida e pagave për ato që janë punonjës me kontratë në shtet do të ndryshojë dhe për gjithë ato do ketë rritje pagash. Po rritja e pagave për punonjësit që janë me kodin e punës në administratën publike do të influencojë nga ana tjetër dhe për rritjen e pagave të administratës qendrore dhe vendore.